Ministri i Mbrojtjes së Shqipërisë, Piero Vengu, ka marrë pjesë në panajirin e mjeteve ajrore që përmbahet në Paris të Francës. Vengu ka vëzhguar nga afër disa avion, kryesisht ata që mund të përdoren për shuarjen e flakëve, por nuk ka lënë pa hedhur një sy dhe atyre më të avancuarit teknologjikisht, si dronët pa pilot. Edhe më herët Vengu është shprehur se Shqipëria planifikon të blejë 2 avion, të cilët do të mund të përshtaten si për përdorim civil dhe ushtarak. Aktualisht forca ajrore ka rreth 20 helikopter dhe një numër të papërcaktuar dronësh pa pilot për prodhim turk si dhe asnjë avion luftarak. Industria ushtarake vendase, pajisja me mjete dhe sistemet me përdorim të dyfisht, civil dhe ushtarak, dhe kualifikimi i efektivëve tanë në përdorimin e tyre përbëjnë 3 akse të modernizimit të forcave tona të armatosura. Gjatë vizitës në panajirin ndërkombëtar Paris Air Show, pata mundësinë të njihem nga afër me teknologjitë dhe mjetet që ofron disa prej kompanitë më prestigjioze në botë, si Anduril System, Thailand Group, Airbus, MBDA, Edge Group, KNDS, Saba AB dhe Safran.